tjetër që mund themi për në rashtin, është fshat me gurbeqar. Po, si çdo fshat tjetër. Përgjithsisht është fshati i gurbeqarëve, shumica jetojnë në Danimark, do një gjysmë e në rashtit jeton në Danimark, dhe vetëm sot kaloni ka qendra e fshatit, nuk mund kaloni shkaku i mërgjimtarëve që kanë ardhur, është koha e tyne. Po, mirë që na kthehen, janë pjesa që na mungon, na ka ikë truri, siç themi me terminologjinë. Ata mbajnë gjallë komplet bizneset këtu na. Shtëpitë që ndërtohen janë pikërisht prej investimeve që ato vinë. Për ndryshe kamermane kemi Valdeta Dulan, matane kemi... A mund të ndrojmë rolit tani? Matane kemi profesoreshën e dashur Luljeta, kemi Muabien, mund t'i kapish pak Valdeta? Hello! E kemi Vjollcën, Elvinën, profesori Jupin, Lulzim Azirin, shoqen e Lulzimit, mësuese Lulen, edhe Gjylerin, shoqen e Arlindit, motra Arlindit. Bojgeni aty do t'a shijoj jetën e fshatit maksimum, edhe kështu. Une jam Ministria Mishit, ky është zëvendës Ministri i Mishit. Po, me kneci. Për ndryshe, diçka pa çana ngeli pa thënë këtu. Shumë nxehtë lindi, nuk e di. Po, do të arzëm pak më poshtë, i pjekim më shpejt. Për ndryshe, e din njerëzit që më njohin nga afër se unë jam fanse shumë e madhe e Mishit, edhe vërtet jam. Edhe unë jam shumë. Vetëm se mishin e bardhë për mua nuk është mish. Vetëm mish i kuq është. Kenat. Prej të gjitha llojeve. Okej.